Një festival I Kretës në Metamorfosi të Athinës përfundoi në një përleshje të përgjakshme të shtunën në mëngjes me 4 persona të plagosur, përfshirë 3 shqiptar dhe një grek nga Kreta që u përpoq të ndante sherrin. Incidenti ndodhi në një aktivitet të shoqatës së Kretasve të Metamorfosit. Sipas informacioneve fillestare, incidenti ndodhi kur një grup shqiptarësh që po largoheshin nga festivali u grindën me shqiptar të tjerë për një çështje të parëndësishme. Se po më shikoni, largohuni që të kaloj, ishte fillimi I përballjes e cila shpejt u përshkallëzua në një përleshje të egër me thika. Tensioni u përshkallëzua dhe debati u zhvillua në një përleshje të egër midis 20 personave me thika, duke shkaktuar panik tek të pranishmit. 4 persona u plagosën në incident dhe u dërguan në spital. Bëhet fjalë për 2 shqiptar 26 dhe 25 vjeç. Me lëndime të rënda në gjoks, brinj dhe sqetull, një grek I lindur në vitin 2000 me një plag nga një objekt I mpret në shtëpinë, I cili u godit kur hyri në përleshje për t'i ndarë, dhe një tjetër shqiptar 25 vjeçar me lëndime në krah, brinj, gjoks dhe mavjosje në fytyrë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.